Si çdo vend, edhe këtu në Gjermani, e veçanti në xhamiat tona, është e njëjta traditë, sidomos me traditën e Kosovës, vazhdojmë edhe në Gjermani. Do thotë besimtarët grumbullohen dhe e hapin, do thotë programit festiv të Kurban Bayramit me namazin e Bayramit. Pastaj do thotë mbahet një ligjërat, një këshill e shkurtër, pastaj falet do thotë namazi i Bayramit, mbahet hutbja dhe pastaj do thotë të gjithë e urojmë njëri tjetrin dhe e bëjmë një koktejl rasti, kështu do thotë vazhdon do thotë dita apo fillimi i parë i festës së Bayramit. Ka xhamat shumë, mushë xhamia edhe tek ju sikurse tek ne në Kosovë apo si qëndron? Nuk është sigur se në Kosovë, mirë po prapë nuk është edhe këto keq, do thotë ne këto xhamia nuk i kemi shumë edhe të mëdha, mirë po arrin numri deri në 350-400 besimtarë, do thotë grumbullohen nga rrethina këtu ku jemi, mirë po kemi edhe nga nacionalitetet tjera, prej sirianëve, prej egjiptianëve, prej Marokos, do thotë kemi nga shtete të ndryshme, mirë po shumica e mësë janë nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Ballkani.